4 ditë më parë, shembja mureve të një prej godinave të ish fabrikës së duhanit në Shkodër rrezikoi një grup fëmijësh që ishin pranë saj. Pikërisht janë këto inerte që tregohen në këto filmime që kanë bllokuar rrugën. Banorët kanë theksuar disa herë dhe vazhdojnë të shprehin shqetësimin se këto gërmadha janë të rrezikshme, ndaj shteti duhet t'i shembë dhe t'i pastrojë këtë mjedis menjëherë. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur reagim nga institucionet shtetërore për këtë gjendje. Janë mi 45 familje që s'kanë rrugë tjetër vetëm këtë për me shku në shkollë, për me shku në punë, edhe janë detyruar të kalojnë aty është faktikisht është shemë, e punë momenti ka kanë që nuk i ka nëzanë fëmijë e shkollës. Do me thonë, punë sekundash, që është shemë komplet balë i murit, aty e kora dhe të gardhe atje, po masiv i madhë, me i heri, kështu që është shumë e rrezikuar se këto janë të kalbëzuar këto, se janë partisë punës këto. 2000 e këtëna u braktis krejt edhe u shkatrua përfundimisht. Edhe kështu me të pranoj, ty urzovi. Për me hek rrezikun e popullsisë duhet të shemin, se kjo nuk i intereson kujnë këto kushte si është. Kjo vetëm për taksirati, thomë na populli, është vetëm për rrezik. Për inventar? Për inventar, po. Fëmija do të dalin këtu për me shku në shkollë, hypin në fogona, ikun të shkolla. Qa me ban, se kjo qërë t'i peshe edhe vetë, sa është edhe shemën, drejt të ramjes, është mu pastru, mu regullu, bilet paktin për fëmij, se rrugat e këqia janë shumë. Godinat e ish fabrikës së duhanit të kthyera në gërmadha janë ndër më të rrezikshmet në Shkodër dhe kanë zënë një sipërfaqe të konsiderueshme toke, por këto nuk janë të vetmet. Në qytetin e Shkodrës ndodhen rreth 50 godina të ish ndërmarrjeve shtetërore që u lanë të degradojnë për 35 vite dhe sot ato përbëjnë rrezik për jetën e njerëzve pasi çdo ditë pësojnë shembje.